Dhuratat janë bërë gati. E në to shënuar dhe emri disa veteranëve të luftës së fundit në Kosovë. Por asnjë nga të ftuarit nuk e di se uniforma e veteranit të UÇK-s është përgatitur dhuratë për ta. Në orat 18, mysafirët fillojnë të vinë. Mes tyre komandantë të zonave. E nuk mungojnë as ish ushtarët e familjarët e viktimave të luftës. Është ky takimi i parë i këtij lloji mes veteranëve të brigadave të ndryshme që organizua mbrëmjen e së dielës. Krejt kjo fal punës së fondacionit Kronopios dhe fondacionit të veteranëve Don't Forget. Duke e nderuar bashkimanin, dëshiroj të nderoj të gjithë dëshmorët dhe bashkëtarët tanë me 1 minutë heshtje. Para ish ushtarakëve doli edhe një herë komandant Shkupi. Ferit Berisha i befasoi veteranët. Në këtë formë, uniformës ish ushtarët e UÇK-s ju kthyen edhe një herë. Për mua kjo nuk është vetëm një uniformë, sepse kjo tregon një sakrificë, një rrugë gjatë që na ol deri këtu. Unë dukit uniformë dhe çdo ushtari që ka qenë ushtari i UÇK-s e don uniformën e veteranit. Jam shumë emocionuar që kam pranuar këtë uniformë me këtë emblem që krenaria për të kam përcjell gjatë gjithë jetës. E takimet e tilla po mirëpriten nga ish komandantët e zonave. Mënyra më e qelluar për të buar veteran, bashkëtar, i shok e një mend luftës, për të bërë darë të njëjtë, për të rinju me shumë nga bashkëtar. Kjo ishte një ngjarje e jashtëzakonshme, është për herë të parë që dikush na fton këso darë kash apo në këso takimesh. Organizatorët tregojnë se si erdhi ideja për bashkimin e veteranëve. Mas pari ka qenë propozimi i Dren Ahmetit, është një afarist shumë i ri, por shumë i suksesshëm në Amerikë, dhe e ka shprehë mas pari si dëshirë me i dhuru një 15 uniforma, dhe gjatë bisedës me te tha ka mundësi mu bashku, domethënë ushtarët dhe veteranët të gjitha. Me thonë kështu, masi jem të kohë fushatës gjitha partive, apo po thash pa tjetër se ushtarët janë gjithë bashkuar, realisht veteranët nuk jojnë parti. Ndryshe uniforma e veteranëve të UÇK-s është zyrtarizuar me 4 korrik të këtij viti.